Unë kam përfunduar studime në Korçë dhe ka pas shumë studentë në atë kohë, ndërkohë sot, duke parë dhe statistikat, është përgjysmuar numri studentive dhe do vazhdoj akoma që të bjeri më poshtë. Unë vi nga Devolli, nga një fshat i thjeshtë, ku ka pas shumë fëmijë ku kam qenë i vogël, ndërsa sot isha para disa ditësh nuk kishte fëmijë, veç të moshuar dhe njerëz mesatar muash. Ka një gjithë sepse nuk ka të ardhme në Shqipëri, ashtu si dhe kam shumë emocione, fakt. Disa nga problematikat e Devollit është një ndër kryesorët është bujqësia, sepse subvencionimet janë të pasurit apo miqt e pushtetarëve dhe të varfrin gjelen duke e hedhur për tokë prodhimin. Gjithashtu dua të theksoj që dhe partitë e tjera tani për fushat bëjnë fushat, premtime dhe mbas zgjedhjeve zero premtime dhe çdo prodhim, çdo mundi i fshatarëve shkon për tokë. Ndërsa ne do jemi gjithmonë me ju, ne nuk jemi veç e reja që po lind. Ne po lindim bashkë me ju, me popullin e thjeshtë dhe ne si aktivistë të lëvizjes bashkë do të jemi gjithmonë me ju. Faleminderit.